Sa i përket prononcimeve të deputetit Kurti, nuk vlerësoj që as kam nevojë më të komentoj. Shikoni, kam përshtypjen që jemi lodh pak edhe me lojët e fjalëve. Një prej arsyeve që shpesh nuk vi edhe me bisedu, po mendoj edhe me u prononcuar që kam përshtypjen që edhe kemi hyrë me një farë cikli të pyetjeve të përgjigjeve të njëjta si cilën herë. Unë e di që tashmë është një farë domosdoshmërie secilit që ta gjej fajtorin diku tjetër, por aty themi gjërat rrot sikurse janë. Nuk mund të bëhet asnjëherë kryetari i kuvendit pa marrëveshje politike, sepse kërkuan 61 deputet që asnjëherë nuk i kanë takuar një partie politike si tërësi. Nëse jo me parti tjera, është dashur të bëhet marrëveshje me partitë minoritare, sepse janë edhe nënkryetaret e tyre. Kështu që në çdo variant ka nevojë të ketë një marrëveshje politike në mënyrë që të sigurohet kjo shumicë. Tani, sa i përket LDK-s, ne kemi insistuar që marrëveshja politike është princip i krijimit të kryetarit të kuvendit, por përtej kësaj i kemi bërë edhe disa zbërthime në raport me figurën e personit të propozuar si kryetarit të kuvendit, por kjo nuk është çështja kryesore. Çështja kryesore është marrëveshja politike. Çështja dytësore pastaj për ne është çështja që ne nuk jemi të obliguar ta votojmë një person në mendsinë antikushtetuese të cilit ne nuk e gjejmë veten në kuptimin e asaj se kush duhet ta përfaqësojë kuvendin e Republikës Kosovës. Sa i përket prononcimeve të deputetit Kurti, nuk vlerësoj që as kam nevojë më të komentoj, për faktin që ne kemi parashtruar kallëzim penal ndaj tij, sepse mënyra se si ai vazhdon të shkojë në qeveri, të shfrytëzojë mjetet e qeverisë, të marrë veprime të kundërlidhshme, e bën plotësisht të padenjë që ta komentoj. Kjo nuk ka të bëjë me individin në fjalë, ka të bëjë me institucionin dhe mendoj që para së gjithash, para se të shojmë në terma individual të trajtimit, sepse unë kam parasysh që jo secili ka bindje të njëjtë, por ne po flasim për institucion, nuk po flasim për individ. Ai duhet ta liroj atë pozicion ku e ka, ose t'ja kaloj një ushtruesi detyrës detyra që i ka, ose të heq dorë nga e drejta e tij për deputet. Nuk mund t'i bëj të dyja. Dhe një çështje tjetër, për fund, s'po e di nëse ka me mu. Edhe në çështje tjetër për fond, ka parti politike të cilat kanë deklaruar që do të votojnë kandidat të tjerë të lëvizjes vendosje. Ky është kompromisi politik. Kjo është marrëveshja politike. Nëse ti dëshiron ta zgjedhësh kryetarin e kuvendit që ta nisësh orën demokratike, shko urdhëro te ato parti politike që të kanë ofruar madje edhe emra. Testoj ashtu ata. Pse po kërkon të testojnë ty? Testoj ti ata. Ta shohësh nëse kanë të mirëqenë propozimin për 2 kandidate gra madje. Që të mos nisim në ato diskutime që dim bëhemi bajat një farë gjetje të fajit tek gjinia. Jo, asnjëherë nuk ka qenë çështje gjinore kjo. Asnjëherë. Madje është përbuse ta trajtosh një individ politik si gjini. Sepse unë po supozoj që ne duhet të vim këtë kuvend për te kvotës, për atë që qëndrojmë, jo për shkak të kvotës. Kështu që nuk kam ndonjë koment tjetër. Kjo. Ka folur edhe për votimin e fshat, duke lënë të nënkuptohet që mund të ketë vota më shumë nga deputetet. Po, ose më pak. Po, asnjëherë nuk përjashtohet mundësia të ketë vota dhe më pak, dhe për ne nuk është diskutimi nëse mund të ketë vota më shumë apo më pak. Për ne është diskutimi a je duke i përfillur praktikat kushtetuese dhe rregullore në kuvendit. Nuk është diskutimi çka mund të ndodhë. Pra është mendësia e njëjtë si para disa ditësh që u kërkua që ne ta tejkalojmë rregulloren e kuvendit. Pra nuk është çështje selektive e jona tejkalimi rregullores. Nëse gjithçka do të shndrojë në arbitraritet të tillë, që sa dikush të zgjidhej deputet vendos te kur të zbatohet një rregullore kur jo atë pse na duhen ligjet, pse na duhen këto institute juridike që ne të na mbajnë llogaridhënës për mënyrën se si veprojmë. Pra unë kam parasysh që po, është pak absurde të mblidhemi çdo 48 orë në mungesë të një marrëveshje politike. Por duhet ta kuptojmë pse ka hyrë ajo dispozit mas pari. Aty ka hyrë pikërisht për faktin që t'i bëhet një presion pushtetarëve që t'i krijojnë institucionet. Kjo është pra, por këta nuk po ndjejnë presion sepse deputeti Kurti është deklaruar që nuk ka urgjencë. Dhe po e dëgjoj zilën duke rënë që më duhet hym brenda, kështu që kërkoj ndjesë. Faleminderit shumë.